Zoti Baxhi, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit, kënaqësi për mua. Nuk ta nisim shumë nga zhvillimet politike sot, por nga ai shqetësim që po përhapet gjithnjë më shumë jo vetëm në Shqipëri për hir të së vërtetës, që është frika e një tsunami të çmimesh që mund t'i vi botës nga zhvillimet në lindjen e mesme. Ka filluar të ndjehet me rritjen e çmimit të naftës, karburanteve dhe dal nga dal po rriten çmimet e ushqimeve. Ju vini nga një zonë që është zona e Fierit, ku në fakt është e përqendruar edhe ekonomia bujqësore e Shqipërisë dhe ne kemi folur shumë herë për recesionin e bujqësisë, mirë po tani janë në pikë të hallit fermerët, sepse nga njëra anë rritet karburantet. Nga ana tjetër, mbyllja e kushtisë së Hormuzit ka bllokuar fertilizuesit që gjithashtu po rriten me çmime shumë të forta. Bujqësia jonë është tashmë në recesion, pra problemet nuk janë sot, por rrezikojmë që këto probleme ta mbysin fare dhe fakti që ne nuk prodhojmë vetë, por pothuajse çdo gjë na vjen nga importi, bën që të jemi krejtësisht pa mbrojtur ndaj çdo vale rritje çmimi që vjen. Kështu që do doja mendimin tuaj, çfarë është duke ndodhur, si e shikoni gjendjen e fermerëve sot, po edhe përballë gjithë kësaj që është duke ndodhur. Shumë i drejt parashtrimi juaj, më lejoni të them që kjo është goditja e fundit që i bëhet bujqësisë dhe blegtorisë, për arsye se kjo goditje ka filluar shumë herët. Tashmë nuk ka kohë më për të rikuperuar asnjë gjë në këto momente. Për arsye se ne kemi një shpopullim të pa imagjinueshëm të gjithë vendit. Myzeqeja sot është bosh dhe është e braktisur. Zona të tëra që nuk kanë më banor, nuk kanë më fermer, aty brenda nuk kanë as në shtëpi më të rrinë njerëz, përveç se mund të gjesh pensionistë të veçuar që nuk mbajnë dot asnjë gjë edhe po të duan. Jo më larg, brenda këtij muajit mars, unë edhe dje kam folur në parlament vetëm për këtë punë, po marr zonën e Levanit. Në Levan, vite më parë kanë qenë rreth tufa, 40-50 tufa me nga 500 deri në 700 krerë bagti të imta, plus pastaj me gjell. Sot që flasim, vetëm 5 tufa kanë ngel me bagti të imta në gjithë zonën e Levanit, ndërsa gjedhët, sidomos me lop tashmë, po i shesin që të gjithë. E kam sjellë si shembull dje në parlament. Me një fermer që ne kontaktuam aty, madje i ka dalë edhe në media, ka folur hapur fare, Skënderi, me emër Skënderi, Ardian Skënderi, brenda muajit mars ka shitur 25 lop. Çfarë ndodh? Dhe atë qumësh që kanë prodhuar, me të keq, pa subvencione, pa ndihmes, pa mbështetje nga shteti, qumështi i del me aflatoksin. Aflatoksina vjen nga ushqimi që marrin kafshët. Ushqimin fermerët e blejnë në treg. Pra, misër të kontaminuar. Që vjen nga jashtë. Që vjen nga jashtë, i kontaminuar, i pa kontrolluar. Madje kemi një rast me 140 ton misër të kontaminuar, që u deklarua, u kap i kontaminuar, dhe pastaj përfundoi në treg, në qarkullim dhe u blej nga fermerët. Po fermerët nuk kanë asnjë faj, se kur vjen në treg e din që kjo është kontrolluar nga AKU-ja, nga gjithë institucionet përgjegjëse. Dhe kanë filluar edhe këto ferma që kanë rezistuar me të keq deri tani, po i shesin dhe po largohen. Pra ky është një problem shumë i madh. Është një skandal dhe është një krim i vërtet, po është një krim që ka vite që bëhet tashmë, 10-12 vjet që këta kanë ardhur në pushtet, me të gjitha masat që ata kanë marrë. Çfarë bëjnë tani? Jo më larg nga dje par dje, pash njoftimet që bën qeveria, që kanë filluar të ndryshojnë skemën e subvencioneve për të bërë një farë ndryshimi. Ato që Partia Demokratike i ngrinte me të madhe gjatë gjithë kësaj kohe, subvencionet për krerë për fermerët, ndërsa këta kishin vënë sa limite, duhet kishte 100 kokë dele apo dhi që të mirë një farë subvencioni, po të kishte 98 apo 99 nuk përfitonte, ose të kishte mbi 10 krerë lop që të përfitonte. Tashmë kanë filluar të bëjnë sa arnime, të zbresin lopët nga 10 në 5 në mos gaboj, bagtit e imtat nga 100 në 50, të bëjnë diçka ndryshe që përsëri nuk do të funksionojë, se tashmë nuk ka ngel gjë, kanë ikur. Tashti këta duhet të subvencionojnë fermerët, duke u dhënë para për t'i blerë bagëtit që kanë shitur dhe i kanë këse bërë, i kanë zhdukur, nuk i kanë. Pra, duhet një subvencion shumë i fuqishëm për fermerët, që të kthehen të ri të punojnë, se në fshat
nuk ka ngel me njeri, tash janë vetëm të moshuar, vetëm pensionistët, kush do të punoj aty. Krimi që ka bërë kjo qeveri me fermerët është i pa imagjinueshëm.